Fondi i sigurimit të detyrueshëm të kujdesit ndërtësor kërkon zgjidhjen e kontratës me rreth 360 farmaci që japin barna me rimbursim për pacientët, si dhe ndjekjen e procedurave penale për disa prej tyre, me argumentin e faturave fiktive për gati 10 barna. Në një proces verbal dërguar në disa prej farmacive theksohet se zgjidhja e kontratës pa afat. Pas këtij urdhri ka reaguar urdhri i farmacistëve, i cili e konsideron këtë veprim si një dënim masiv kolektiv pa prova dhe që duhet tërhequr menjëherë nga drejtuesit e fondit, pasi jo vetëm përfshin pothuajse të gjitha farmacitë që kanë kontakte me këtë institucion, por nga ana tjetër shkakton kolaps të sistemit farmaceutik me pasoja mbi pacientët që përfitojnë barna me rimbursim. Në deklaratën zyrtare të urdhrit të farmacistëve theksohet se proces verbalet janë hartuar në mënyrë të njëanshme, pa u mbështetur në rregulloren e kontrollit dhe për më tepër proces verbali nuk përmban firmën e titullarit. Në deklaratë theksohet gjithashtu se kjo procedurë rrezikon furnizimin e pandërprerë të pacientëve me barna dhe stabilitetin e shërbimit farmaceutik në tërësi. Në deklaratë theksohet gjithashtu se urdhri i farmacistëve të Shqipërisë është kundër çdo forme abuzimi apo përfitimi të paligjshëm nga kushdo, por nuk mund dhe nuk do të pranoj penalizime kolektive, veprime arbitrare apo kërcënime penale pa prova dhe pa procedurë ligjore që cënojnë profesionin farmacit dhe interesin publik. Ndaj kërkojnë ndërhyrjen e menjëhershme të Ministrisë së Shëndetësisë për zgjidhjen e situatës.